Çirrej e pirrej kreu I Partisë Demokratike tani kemi miqtan amerikanë, Edi Rama I mbaruar është radha jon. Kjo natyrisht para dhe gjatë fushatës elektorale kishin shpresë se Trump para 11 majit do t'i surprizonte me ndonjë SMS apo telefonat dhe gjithçka më rifund, por ardhja në pushtet në sistemin demokratik bëhet përmes votës, lirisë së fjalës dhe mendimit dhe jo përmes marifeteve, skenareve dhe imagjinatave të shfrenuara. Shëbat janë superfuqia ekonomike dhe ushtarake e botës me demokracinë më të përparuar, por jo xhandari I botës. Ky mendim ishte edhe pas 92-shit në ndjem se kishim gabuar, por le të kthehemi tek opozita tek Partia Demokratike. Ajo pas riardhjes së Berishës si kryetar partie 2 vjet më parë u konvertua sërish në konservatore dhe u vetë shpalla aleate dhe mike besnike e Donald Trumpit pas 4 nëntorit 2024. Çfarë politike, çfarë politikanësh, çfarë skenash qesharake ka përjetuar ky vend, ky popull në 35 vjet. Erdhi James Baker, I puthëm gomat e makinës, pastaj u bën theshtata, ç'nuk tham në parlament për amerikanët, kur I shefi Shikut Gazide dhe I shpallja ta autorët e përmbysjes së Berishës nga pushteti. Pastaj ngjarjet rodhën dhunë shumë pastaj ndryshe, duke mos amencuar asgjë prej atyre që realiteti politik ofronte. Berisha në 35 vjet është bërë mik dhe armik një 10 herë me amerikanët dhe nuk dihet se pse pas 4 nëntorit ai u bë mjaltë e qumësht me SBA-n e Donald Trump. E them këtë sepse duke shfrytzuar rastin dhe situatën, Berisha arriti deri atje sa bëri paralele mes ngjarjeve që I kishin ndodhur Trumpit në SBA dhe atij në Tiranë. Në çdo takim, fjalim dhe intervistë Berisha deklaronte se unë dhe Trump kemi të njëjtin fat politik. Nisur nga kjo që deklaronte, Berisha mbushi gjithnjë dynjan se si fitoi Trump në SBA do të fitojë edhe unë në Shqipëri. Aq e fortë ishte kjo bindje sa arriti të marrë në fushatën e 11 majit dhe shefin e fushatës së Trumpit La Civita. Dalja e parë ishte pompoze, aq sa shumë shqiptar menduan se Edi Rama tani humb zgjedhjet, por gabuan. Taktika dhe strategjia e Edi Ramës për fitoren ishin përcaktuar një vit para fushatës dhe ishte gjithçka e qartë në sigurinë e fitores së 11 majit. Po Berisha ku I ka sot miqt amerikan, ku e ka La Civitan, ku I ka eurodeputetët? Në Shqipëri është shumë e vështirë, madje e pamundur të fitosh pushtetin, duke përdorur emra dhe figura pas një lidhje me fatet dhe interesat e shqiptarëve. Mendoj se edhe sikur Trump të vinte në Tiranë dhe të dilte çdo ditë me Saliun në fushat, humbja e PD-s do të ishte e pashmangshme, ashtu siç fitoria e PS-s dhe e Edi Ramës do të ishte 100% e sigurt. Kjo le të vlejë si leksion formimi për Berishën dhe krejt ata që besojnë sërish se pas Saliun ne jemi të humbur.